Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit miku, kamomili shëron këto sëmundje në kohë rekord, ja si ta përdorni. Për shekuj me radhë, njerëzit kanë konsumuar çaj kamomili për aromën e tij të shijshme dhe efektet e relaksuese. Në fakt, kjo është zgjedhja e parë e shumë njerëzve si një pije freskuese para se të shkojnë në shtrat. Është llogaritur se çdo ditë konsumohen mbi 1 milion gota çaj kamomili. Çaji mund të përgatitet duke përdorur 2 lule të thata ose lule të freskëta, dhe në qoftë se përdorni lule të freskëta do të duhen 2 fish, pra 4 lule. Kur lulet vendosen në ujë të nxehtë, esenca e domosdoshme tashmë është lëshuar. Çaji ose infuzioni mund të përdoret i nxehtë apo i ftohtë për të marrë përfitimet e nevojshme shëndetësore. Kamomili gjithashtu mund të përdoret për të trajtuar plagët, ulçërat, ekzemat, djegjet dhe infeksionet të ndryshme të lëkurës. Një nga mënyrat më të zakonshme për të përdorur çajin e kamomilit është luftimi i pagjumësisë. Një studim i publikuar nga revista biologjike dhe farmaceutike tregoi se kamomili ka një efekt të ngjashëm me ilaçet qetësuese, të përdorura zakonisht për trajtimin e çrregullimeve të ankthit, si edhe për të nxitur gjumin. Studimet e tjera mbi njerëzit kanë treguar se ekstrakti i kamomilit mund të ndihmojë disa njerëz të flenë më mirë. Kështu, duke pirë një filxhan çaj kamomil rreth 30 minuta para se të shkoni në shtrat, mund të flini më shpejt dhe të bëni edhe një gjumë më të qetë. Kamomili është një bimë e cila që në lashtësi është përdorur për të kuruar sëmundje nga më të ndryshmet. Vetit janë të shumta, duke nisur që nga problemet me lëkurën dhe deri tek pastrimi i enëve të gjakut. Një studim i ri sugjeron se kamomili mund të parandalojë rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Diçka e tillë ndihmon edhe në parandalimin dhe lehtësimin e komplikimeve që sjell sëmundja e diabetit. Lulet e kamomilit janë përdorur për çajra qetësues dhe për të luftuar ankthin dhe stresin. Në këtë video ne do t'ju sjellim një recetë fantastike me vaj dhe lule kamomili, e cila do t'ju ndihmojë ju që të mbroni të gjithë sistemin tuaj kardiovaskular. Ai lehtëson qarkullimin e gjakut, e pastron atë nga të gjitha ngurtësimet e qelisave të gjakut, tromboza, dhe gjithashtu përshpejton edhe procesin e oksigjenimit të tij. Si të përgatisim vajin me lule kamomili? Për këtë kur ju mundet që të përdorni lule kamomili të thara, mundet të i blini në farmaci ose të përdorni kamomil të freskët. Ndërkohë, nëse përdorni kamomil të freskët, duhet me patjetër që të këpusni lulet nga pjesa tjetër e bimës. Në një kavanos të madh qelçi ne do të hedhim gjysmë litër vaj ulliri dhe më pas shtojmë rreth 3 deri në 4 lugë të plota gjelle me lule kamomili. Me ndihmën e një luge, ne përziejmë përbërjen në mënyrë që lulet të jenë të gjitha të zhytura plotësisht në vaj. Më pas e mbyllim kavanozin me kapak në mënyrë që lulet e kamomilit të kenë lëshuar të gjitha enzimat e tyre tek vaji i ullirit. Si të ruani dhe njëkohësisht të konsumoni vajin me lule kamomili? Pasi të kenë kaluar 2 javë, kullojmë lulet e kamomilit dhe vajin e hedhim në një enë tjetër qelçi. Këtë përbërje më pas e ruajmë edhe në një vend të freskët ose në derën e frigoriferit. Këshillohet që të konsumohet një lugë gjelle nga kjo përbërje në mëngjes esëll dhe të vazhdohet kështu derisa përbërja të ketë mbaruar. Çaji i kamomilit është përdorur prej shekuj si një trajtim kundër pagjumësisë dhe gjithashtu ulëmtimet kanë treguar se kjo bimë është e dobishme dhe ofron një sër përfitimesh.
Sipas ekspertëve, kur ju pini një filxhan çaj kamomili pas darkës, ju do të ndiheni më të relaksuar dhe njëkohësisht do të jeni gati për të fjetur. Por nuk është vetëm kjo. Kamomili gjithashtu ka veti të cilat në fakt ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe humorit. Mbështesin gjithashtu shëndetin e kockave dhe munden që të lehtësojnë dhimbjet tuaja. Këto janë arsyet pse duhet të përfshini çaj kamomili në dietën tuaj ushqimore. Çaji i kamomilit ndihmon me pagjumsinë. Çaji i kamomilit është përdorur prej kohësh për të trajtuar pagjumsinë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila është një flavonoid, dhe flavonoidet janë të pasura me antioksidant, të cilët e ndihmojnë trupin të luftojë toksinat. Ruan gjithashtu shëndetin e kockave. Çaji i kamomilit është mjaft i mirë edhe për shëndetin e kockave sepse flavonoidet në kamomil ndihmojnë kockat që të riparohen. Gjithashtu kamomili mundet të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve tuaja të përditshme dhe të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë, të cilat janë të prirura ndaj osteoporozës, në menopauzë dhe në reduktimin e estrogjenit. Lehtëson dhimbjet menstruale. Deri në 93% e grave mund të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre dhe çaji i kamomilit mund të jetë një nga zgjidhjet më të mira për këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese munden të lehtësojnë dhimbjen. Megjithatë, kamomili është i mirë sepse si energjiku dhe bimët e tjera ka efekte qetësuese të cilat lehtësojnë gërçet. Ndihmon me ankthin. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt dhe njëkohësisht duke ulur edhe presionin tuaj të gjakut dhe duke mundësuar kështu një gjendje relaksi, ju do të arrini që të reduktoni të gjitha simptomat e ankthit si pagjumësia dhe njëkohësisht nervozizmi. Nga ana tjetër, kamomili ka mjaft vlera për shëndetin, pasi ai mund të përdoret për një sër probleme shëndetësore. Kamomili, sipas ekspertëve, konsiderohet një bimë e sigurt e cila është përdorur në shumë kultura për shërimin e sëmundjeve të ndryshme të cilat janë të lidhura me stomakun si një sedativ i lehtë. Disa studime kanë treguar se kamomili i kombinuar dhe me bimë të tjera ka mjaft përfitime shëndetësore. Një produkt i përgatitur me kamomil dhe ilaçe të tjera bimore ka rezultuar më i mirë për lehtësimin e dhimbjeve të stomakut, ulçurës, të përzierave dhe të vjellave. Një tjetër përzierje me kamomil duket se ndihmon edhe bebet të cilët të vuajnë nga dhimbjet e barkut. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Gjithmonë siguroni të përfshini në dietën tuaj ushqimore produkte natyrale dhe sa më të shëndetshme për shkak se përfitimet do të jenë të shumta dhe ju nuk do të keni as edhe një efekt ansor. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.